Egzon Sahiti, një nga personazhet më të pëlqyer dhe më të ndjekur të rrjeteve sociale, ka bërë që interneti të çmendet pas postimit të tij të fundit në Instagram Story. Me vetëm një fjali, ai ka arritur të ndezë kuriozitetin e ndjekësve dhe të rikthejë në qendër të vëmendjes pyetjen më të madhe të momentit. A do të jetë Egzoni pjesë e Big Brother VIP Kosova, edicioni i 4? Teksa produksioni ka paralajmëruar nisjen e spektaklit më të përfolur të vitit këtë të hënë, Egzoni ka zgjedhur momentin perfekt për të hedhur bombën e tij në rrjet. Ai ka postuar një pyetje që tingëllon si një paralajmërim i fshehtë. A ki me hisi vjeta jo? Një fjali që ka mjaftuar për ta kthyer rrjetin në një det me hamendësime, komente dhe teori konspirative. Fansat kanë shpërthyer në reagime, disa të bindur se këtë vit do ta shohin Egzonin brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë, ndërsa të tjerë mendojnë se ai po lua me publikun, siç di vetëm ai. Në komente nuk kanë munguar ashakat tipike. Veç hi se krejt sezonin ta bojmë qefin, po presim me i pa dramat live. Kjo nuk është hera e parë që emri Egzonit lakohet për Big Brother VIP. Pasi me humorin, karizmën dhe mënyrën e tij unike të shprehurit, ai do të ishte padyshim një nga konkurrentët më argëtues dhe të përfolur brenda shtëpisë. Megjithatë, deri tani asnjë konfirmim zyrtar nuk ka ardhur as nga Egzoni, as nga produksioni. Por nëse historia na ka mësuar diçka, është se ku ka tym, ka edhe zjarr. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.